Shqipëria për herë të parë do të ketë një institut kombëtar të tumoreve. Një institut kombëtar të tumoreve sipas modeleve europiane, kemi marrë si shembull modelin e Institutit Kombëtar të Tumoreve të Milanos. Ky institut do ketë 3 fusha veprimi. Fushën klinike, që sigurisht përfshin shërbimet e kirurgjisë të tumoreve, kimioterapisë dhe radioterapisë, fushën e mësimdhënies, që është pjesë organike e Universitetit Mjekësor të Tiranës, por dhe një fushë të re, fushën kërkimore shkencore, e para e këtij lloji në Shqipëri. Sjell njërësi të dytë, pjesa kërkimore shkencore, sepse duke qenë se instituti do të jetë pjesë e rrjetit europian, organizatës europiane të qendrave shkencore onkologjike, do të kemi mundësi që të përfitojmë fonde europiane për inovacion, si në barna, po ashtu edhe në teknologji. Në të njëjtën kohë, instituti do të shërbejë si bërtham për koordinimin e punës të rrjetit onkologjik kombëtar të punkteve të kimioterapisë. Aktualisht kemi 8 punkte kimioterapie, do të kemi 9 së shpejti me ngritjen e punktit të ri të kimioterapisë në Spitalin Memorial të Fierit. Në të njëjtën kohë, instituti do të angazhohet me formimin, edukimin e specialistëve në fushën e onkologjisë. Ky vendim i marrë sot miraton bazën ligjore të krijimit të institutit, po nis puna për ndërtimin e strukturës dhe funksionimin e këtij instituti. Për herë të parë, hiqet tavani moshor për shërbimin e check-upit, domethënë çdo qytetar në moshën 35 vjeç e sipër i ofrohet check-upi falas. Për herë të parë, qytetarët të moshuar mbi moshën 70 vjeç do t'ju ofrohet nga shtatori shërbimi i check-upit. Një hap shumë i rëndësishëm në aspektin e parandalimit. Gjithashtu, shërbimi i check-upit dhe i dializës, që përkatësisht përfundojnë në shtator dhe në nëntor, të ofruara për momentin nga koncesionari, merren dhe në dorëzim dhe ofrohen nga shteti.